Në marrëveshjen me Britaninë e Bashkuar është përcaktuar kuadri i bashkëpunimit që do të zgjasë 10 vjet, por janë edhe projekte që duhet të financohen me 5 miliard pound ose 6 miliard euro. Në aneksin A të marrëveshjes janë projektet e njohura si Hekurudha e Shpejtë, Gjevgjeli Tabanovc, spitalet në Shtip, Tetov dhe Kërçov, por edhe hidrocentrale Qebren dhe Galisht. Risi është rindërtimi i qendrës klinike universitare dhe spitalet e qytetit të Shkupit, por edhe në rajonin Ohër-Strug. Gjithashtu risi është edhe financimi i korridorit 8, si dhe siguria kibernetike dhe transformimi digjital. Por për publikun mbeti e panjohur kamata që do të paguhet për paratë e marra. Sipas kryeministrit Kristian Mickoski, kamata nuk mund të dihet në këtë moment sepse ajo do të përcaktohet ndryshe për çdo projekt. Por thotë se do të jetë më e ulët se ajo që na jep kredit ratingu i shtetit, që është 2B, dhe nëse kombinohet me Euroiborin 6 mujor prej 2.1%, në rastin më të mirë do të ishte 4.5% dhe në rastin më të keq 6.5% në vit. Ono što možem da го кажem е дека вкупната каматна стапка ќе биде пониска од долната маргина што ја кажавте со таа банка. Но дали таа ќе биде, ќе видиме. Вкупната трошоци за обработка на кредит, провизија, ефективна каматна стапка, ова што го кажавте вие капитал, вкупната ќе биде пониска од долната маргина што вие ја кажавте. Знаете зошто? Затоа што не гарантираме ние со нашиот кредитен рейтинг, туку Обединетото кралство со неговиот кредитен рейтинг. Mbretëria e Bashkuar në këtë moment ka kredi rating AA, që do të thotë se në rast ideal kredi që merr ky shtet janë Euroibor plus 0.4% ose në total 2.5%. Mickoski shpjegoi se në kamat do ndikojë edhe kush i jep paratë, do me thënë projekte do t'i financoj ajo bank apo institucion financiar që ofron koston më të ulët. Туку Министерството за финансии, откако претходно ќе добие барање од страна на институциите кои што се носители на проект, да речеме Македонски железници инфраструктура или Министерството за здравство за болници, ќе излезе на меѓународен пазар. И ќе има конкурентен диалог со, отприлика зацртавме 18 до 20 потенцијални кредитно даватели. Меѓу нив ќе бидат и европските банки. Оној кој што е подготвен да финансира вакви проекти со одредена и конкурентна каматна стапка ќе биде избран. Не можеме ние од сега да знаеме дали таа финансиска институција со која што ние преговаравме ќе биде најконкурентна. Таа ќе биде избрана само под услов да биде најконкурентна. Gjithashtu marrëveshja parashikon bashkëpunim në siguri dhe parashikon që një kompani britanike nga sektori ushtarak të hap një fabrikë në vend që do të ketë eksport vjetor për 0,5 miliard euro.